Kemi ardhur në rrugën e plastikave, ku duhet të ndërtohet njëri nga parkingjet në kate nga gjithsej 13, të cilin në vitin 2021 në kontratën të cilën Visarganiu e kishte me qytetarët në motën zgjidh jetë voto plert, duhet që t'i bëj 13 parkingje në kate dhe tikun mbi 3000 vend parkime të reja. Në këtë rrugë ku jemi sot, është dashur të jetë një ndërtesë me parking në kate P+6, e cila do t'ishte mjaftueshme që këto vetura që i shihni të mos jenë në trotuare, por të parkohen në vend parkime adekuate. Nga gjithsej 13 vend parkimet e premtuara të Visarganiut dhe Izet Mexhitit janë realizuar 0. Asnjë nga 13 parkingjet në kate apo 3000 vend parkimet nuk janë realizuar në asnjë vendbanim. Ndërkaq kjo është ajo ofertë e Visarganiut me cilën ka fituar komunën e Çajirit në vitin 2021. Ndiqeni. Garazhet në kate ishin në kontratën e Visarganiut, të cilën e prezantoi para 4 vjetëve. I mori votat me premtimin se këto garazhe do të ndërtohen brenda mandatit, por ato nuk u ndërtuan. Tani në fund të mandatit kanë ngelur edhe më pak se 2 muaj. Deri në zgjedhjet komunale, kryetari Ganiu takua me Behxhet Pacollin, drejtorin e kompanisë Mabetex, për të nënshkruar memorandum bashkëpunimi për ndërtimin e garazheve në kate. Edhe jo rastisht komuna Çajirit do thotë në këtë drejtim nuk ka fjet, por vazhdimisht kemi luftuar dhe më thonë për me arrit ai qëllim. Që ta shkurtojmë rrugën dhe të vim më shpejt deri tek garazhet në kate, e cila është domosdoshmëri dhe nevojë për komunën e Çajirit. Dhe një gjë neve vitet na ikin, kurse premtimin e kemi bërë para qytetarëve dhe hasim në vështirësi dhe thotë procedurale, jo vetëm komuna e Çajirit, dhe duhet ta ceki çdo komunë urbane, njëjtin probleme ka pasur. Kështu realisht do duaj që ne të ecim në trotuar. Në një vend normal, nëse një person si unë kështu ecë në rrugë, do duhesh që të dënohet nga ana institucioneve kompetente, por kjo është gjendja. Ky me motocikletën me të drejtë ja kanë zënë rrugën, por mu ma kanë zënë rrugën këta vetura. E thash edhe në lagjen në rrugën Cvetan Dimov kur ishim, po e them apet, këta pronar të veturave nuk i kanë fajet që veturat i kanë lënë këtu. Sepse ata realisht duhet që t'i lënë veturat diku. I vetmi problem, ashtu si që shini në Çajir, i cili vazhdon që 20 vjet të jetë i pasgjidhur, është kaosi urbanistik. Ne kemi qëndruar në Çajir dhe kemi vizituar disa lagje. Do i shihni edhe materialet në vazhdim, do i shihni ku jetojnë njerëzit dhe çfarë realisht nënat tona, motrat, fëmijët, personat të cilët janë me handicap, qytetarët, të moshuarit, detyrohen që të ecin në rrugë, të rrezikojnë jetën e tyre vetëm se dikush ka siguruar karikën dhe nuk i ka realizuar premtimet 20 vjeçare. Këtu të duhet që ta shinim një ndërtesë, ashtu siç e thash, diku 6 kate me disa vend parkime, por realisht gjendja është kështu. Pikërisht këtu në vitin 2017, Visarganiu kishte premtuar një garazh në kate për 100 makina me vlerë për 1.317.000 euro. Siç e shihni, këtu nga viti 2017 nuk ka ndryshuar asgjë. Kemi rëmujën e njëjtë dhe problemin e njëjtë të qytetarëve të Seravës dhe Gazibabës. I Çajirit Visarganiu më 2017 parkingje të këtilla kishte premtuar edhe të Sahat Kulla, të Teatri Shqiptar dhe të sheshi Skënderbej. Prandaj, sot kur janë bërë 4 vjet, kur hapësirat janë të njëjta, kur mungojnë garazhet, kur parkingu është problemi më i madh në Çajir, unë i kam për të 3 pyetje. Cila është përgjegjësia e tij politike që ka mashtruar me këtë premtim? Ku kam përfunduar këto 18.800.000 euro të parapara për garazhe? Pse duhet t'i besojnë qytetarët edhe njëherë një njeriu që ka mashtruar dhe që nuk tregon se në çfarë xhepa kanë përfunduar parat e këtyre parkingjeve? Kur mashtron njëherë,
gjithë jetën mbetet mashtrues dhe ai nuk e meriton besimin e qytetarëve.